Në Vatikan nisi pasditën e sotme konklava që do të përcaktojë kreun e 267 të Selisë së Shenjtë, njeriu që do të pasojë Papa Franceskun në krye të Kishës Katolike, i cili ndroi jetë më 21 prill në moshën 88 vjeçare. 133 kardinal me të drejtë vote u mbyllën në kapelën Sistine këtë pasdite, pasi bën secili më vete pas orës 16:30 betimin me dorën mbi Bibël. Për ruajtjen e sekretit për gjithçka diskutohet në konklav. Kardinalët nuk dalin prej andej deri kur nga Oxhaku të dalë Tymi Bardh, që do të njoftojë zgjedhjen e Papës së 267. Gjatë kësaj periudhe, ata nuk kanë asnjë kontakt me botën e jashtme. Kardinalët pjesëmarrës kanë parashikuar më herët që kjo konklav të mos zjas më tepër se 3 ditë. Mbylljes së kapelës Sistine i parapriu paraditën e sotme një meshë publike në Bazilikën e Shën Pjetrit, ku morën pjesë të gjithë kardinalët, përfshirë ata nën 80 vjeç me të drejtë vote. Kreu i Kolegjit të Kardinalëve Giovanni Battista Re që drejtoi meshën, u lut që konklava të zgjedh papën për të cilën Kisha dhe njerëzimi ka nevojë në këtë pikë të vështirë kthese në histori. Sekretari aktual i Shtetit të Vatikanit, kardinali italian Pietro Parolini, është një figurë favorite si një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të Papa Franceskut, një pontifikat që solli ndryshimet e mëdha në Kishën Katolike, rruga e të cilit synohet të vazhdohet. Megjithatë, gjatë këtyre ditëve kanë qarkulluar nëpër media me 10 pretendent potencial. Masat e sigurisë përreth Selisë së Shenjtë janë të larta dhe garantohen nga 4000 trupa sigurie. Në qiejt mbi Vatikan është vendosur zona e ndalim fluturimit dhe është aktivizuar edhe sistemi antidron.